Në Pukën do ta tregojmë, dëshmojmë sot në vitin 2025 se si ajo është ndruar dhe si banorët e vizitorët jetojnë në shijojnë çdo bukuri e atraksion të saj. Por ç'kuptim do të kishte një rreth, një krahinë e madhe pa historikun që e ndjek nga pas dhe plotson mozaikun e pamjes së tërë të një qytetërimi të lashtë të vjetër si Puka. Ndodhemi këtu në këndin dhe ekspozitën etnokulturore të këtij qyteti dhe do takojmë zonjën Samidie Lamaj, e cila nuk është vetëm drejtoresh e kësaj ekspozite, por ka lidhje patjetër shpirtërore me një qytet e qytetërim të tillë. Mirë se u gjej. Mirë se erdhët. Faleminderit për vizitën tuaj. Ju falenderojmë dhe ne për mikpritjen, po kjo çfarë është, një shtizë, më duket mua? Kjo është një shtizë që ne do t'tregojmë atë. Do t'tregojmë historikun e Pukës, trashëgiminë kulturore të Pukës dhe të gjithë etnosin e kësaj krahine të bukur dhe me shumë tradita. Madhështore. Shumë faleminderit. Jo vetëm nga natyra, por edhe nga njerëzit e mirë të dashur. Ti e mban gjithmonë këtë, sa vite ka që bashkëjeton me ty? Unë që kur kam fillu punë këtu, do me thanë se jam kohë të fundit, kam 2 vjetë e gjysë që jam këtu, unë këtë e kam pandar dhe është bashkëlltari im në këtë ekspozit. Mirë, ta marrim me vete. Puka në lartësi dhe kjo është një hartë. Puka është quajtur, më përpara është quajtur via publika, sepse ka qenë një rrugë kalimi nga Shkodra dhe nga Dyrrahu, nga Durrësi, pra drejt Prizrenit dhe Gjakovës. Dhe këtu e lidhse e rëndësishme. Një lidhse e rëndësishme dhe këtu ishte vend pushimi që karvanet qëndronin, pushonin dhe shijonin. Ky gur është një gur zbukurimi i kështjellave, sepse Puka është rrethuar nga 7 kështjella. Do të kalojmë në një tjetër dimension dhe në një tjetër pjesë të kësaj ekspozite. Me qenë se jemi të gurt, kjo është tjegulla dhe këto tjegulla janë marrë në kishën e Shën Palit në Kabash të Pukës, që e njohur është paktën 800 vjet që në vitin 1200. Por flitet se kjo kishë ka ekzistu që në vitet 200 të erës sonë. Të ndalemi pak, zona është e krishterë? Zona është, do me thanë, gjatë sundimeve, është edhe muslimane. Ka patur konvertime. Ka pas konvertime, por shumica është zonë katolike. Okej. Aspekti fetar ky, që dëshmon edhe për lashtësinë e besimit dhe lidhjes së pukianëve me besimin. Një tjetër lidhje shumë interesante është ajo me objektet e gëzimit dhe objektet kulturore. Këto janë veglat frymore. Është çibuk për cigare? Jo, nuk janë çibuk për cigare, këto janë të gjitha vegla frymore, zumare, bilbil, fyej të ndryshëm, do me thanë të bërë edhe me kocka. Të gjitha këto janë, do me thanë, zona baritore, se Puka ka qenë zonë më shumë baritore, duke mos qenë shumë zonë me tokë prodhuse, me tokë buke, edhe ka pas më shumë kullota dhe ka pas më shumë zonë blegtorale. Këtu përpara kemi stenden e, do me thënë që është kultura Komanit. Komani ju e dini shumë mirë, se është një nga vendet me histori shumë të lashtë, dhe këtu shpjegohat bile mund tjetë fytyra vërtet e shqiptarisë, ashtu si që thot edhe Plum Gjufi, historian i shquar shqiptar që thot, nëse do një të njihni shqiptarin, shihni kulturën e Komanit. Dhe këtu ne kemi objekte zbukurimi, kemi kala, Rënoja Kalaja. Po, Rënoja Kalaje, po... Kur kam që në Koman kam pa edhe kisha në ishu. Po. Do me thanë janë jashtëzakonisht të famshme dhe jashtëzakonisht të hershme. Ati kemi të portretizuara, këtu i kemi të vendosura. Ndërsa këtu kemi objekte që janë gjetë në varrezat e Komanit, janë objekte zbukurimi, reale, si që i shifni edhe vetë, janë të gjitha këto. Jam shumë e lumtur që jetoj në një kohë të tillë, sepse në kohë të tjera, kjo që do bëj unë tani patjetër që nuk do më lejohej, se di tek cila të ulem, mua më pëlqeu kjo zonja Samidie. Është problem për ty të ulem këtu? Jo, nuk është fare problem, është kënaqësi se tani ti po luan rolin e një bajraktari. Ua, bajraktari ulen... Bajraktari ulen e për karriga. Ndërsa stoli masiv ishte për gjithë pjesëtarët, gra, fëmijë të gjithë të tjerët, po në karrige ulej bajraktari. Ulu dhe ti të lutem? Po, patjetër.
Do ulem dhe do t'rregojmë pak histori rreth bajrakut, rreth sofrës, Sofër me bajrak, ka plot këngë. Puka përbëhet nga 2 zona kryesore, nga 7 bajrak dhe nga 5 bajrakt. Dhe 7 bajrakt kanë zënë, domethënë, vendin kryesor dhe bajrak, domethënë prandaj janë 2 karrika këtu, Është e 7 bajrakëve dhe e 5 bajrakëve që kanë bashkëtuar gjithmonë në harmoni me njëri tjetrin. Në një sofër të rrumbullakët, masiv, po, fëmijët nuk mund t'uleshin në sofër. Unë stoli aty është për me tregu se... Ekziston edhe stoli. Ekziston edhe stoli dhe në sofër, në një sofër të zakonshëm uleshin edhe fëmijët edhe gratë, ndërsa në dhomën e burrave, në dhomën e kuvendeve dhe në dhomën e që merreshin vendime të mëdha, uleshin vetëm burrat dhe bajraktarët. Ky kënd është ai i cili përballesh sa po futesh në derën kryesore dhe jo më kot është pozicionuar këtu, duke qenë se veshja tradicionale dhe popullore ka një rëndësi shumë të veçantë për mënyrën se si bota, por dhe njerëzit kanë jetuar, për bota na sheh ne në kënd historik dhe turistik. Këto janë 2, 4, 5 veshje. Po. Atëherë, këtu jemi në këndin e kostumografisë, do me thënë veshja tradicionale popullore e krahinës së Pukës. Duke qenë se Puka ndahet në 2 besime, në besimin katolik dhe në besimin musliman, edhe këto i kemi të veshjet, i kemi të pasqyruar të 2 llojet e besimeve. Në shumë vende, fakt edhe në Shkodër për shembull, ka qenë veshja ndryshe? Po, atëherë ne në Puka ka veshja e burrave ka qenë një lloj, domethënë si të burrat si të gratë. Si të burrat e besimit musliman, ashtu edhe burrat e besimit katolik. Ndërsa gruaja ka pas veshje të ndryshme. Kjo është gjubleta e Pukës. Gjubleta e Pukës është shumë e bukur, është pak më ndryshe se gjubleta e Dugagjinit dhe Malësisë së Madhe, sepse është pak më e shkurtër dhe nuk i ka kindat shumë të mëdha, valet, po, shumë të mëdha. Por veçoria e saj shumë e madhe është, domethënë paraniku, me shumë detaje, me shumë qëndisme. Si ushtarake në gjaka? Me rripi. Është, do me thanë, një rip shumë i plot, me lëkur, dhe të gjitha mentesha, të gjitha këto janë, të gjitha këto janë, mund të ishin nga hekuri, po mund të ishin edhe nga me arë ose me argjend. Në trembe, flori këto? Po, edhe të gjitha këto vargjet do të ishin... Tani, zysha. Tani, nëse këto ishin floriri, mendoj që ishte nga familjet pa tjetër të pasura dhe elitare. Por nusja kushtote. Nusja kushtote thua janë qik tyre të rinve. Do jo thëm pa tjetër edhe këtyre të rinve. Një veshje ceremoniale do ta kishte çdo nuse, çdo vajzë që martohej. Do me thanë do ta kishte në pajën e saj. Do me thanë, ajo mund të trashëgon. Nuk merë do të nuse kështu kotë? Jo. Sa kushton të nuse? Nusja kushtoj, shikoje këtë veshjen këtu, ky kostumi, do me thënë, kjo gjubleta është më shumë se 100 vjeçare, edhe nxjerrë konkluzionit që nuk është krejt e plot, sepse nuk ka pare të qafës kjo, do me thënë, që ishin të gjitha nga ari ose argjendi, 3 vargje dhe në fund mbaronin me një kryq të madh. Tani, unë dua ndonjë histori interesante se kur futet pasuria në mes ka kështu në ecërinë e kohës. Unë do kujtoj një legjend që është trashëgu nga goja në gojë, do me thot dhe nga brezi në brez, dhe më vjen ndërmend tani, një legjend që flitej se familja e nusës, do me thane vajzës, ishte e pasur, ishte e kamër. Ndërsa familja e djalit nuk ishte e kamër. Ishin njerëz të mirë, po nuk ishin të kamër. Po, kishte vetëm shpirtin ndryshe. Po. Dhe të gjithë pajen e vajzës që do bëhej nuse, e bën familja vajzës. Dhe kur shkoj vajza atje nuse, familja kur shkoj nuk e respektun sa duhet. Nuk unë ndje vlerësuar, sepse ato nuk ishin kontribu gja për ta marrë dhe kështu i dhanë edhe një vlerë jo të madhe. Zysha, gjetëm sekretin pëse nuk na duhen sot. Ne shkojmë gati. Por dëgjoje deri në fund. Edhe se nuk ka ngel me kaq kjo punë, edhe pas një viti,
pas një viti, do me thanë, djepin gjithmonë e bënte familja djalit, por edhe nëna vajzës në shumicën e rasteve e bënte një djep shumë të bukur, kur lindte fëmia, se në kryt vitit nusja do t'ishte me fëmijë. Mundësisht djalë. Mos priste fare, Jo, fare. Ska, Edhe, do me thanë, niset vajza për të pastaj, pas disa ditëve, do shkonte tek prindrit e saj, ajo ishte me veshje ceremoniale, djepi i saj ishte shumë i bukur, do me thanë, me çdo gjatë, me të gjitha detajet e mundshme dhe i zë një shi i madh, një stuhi e madhe. Dhe kishin për të kaluar edhe një prua. Projt të ne bëhen të rëmbyshëm në dimër, për shkak të shirave të mëdhej dhe prurjeve nga malet. Dhe i shoqi e kaloi, me vështirësi po e kaloi vetë, po nuk u kujdes shumë për nusën që do të kalon të... Prapaj. Dhe me zi kaloi nusja, dhe si përfundim shkoj në shtëpinë e djalit, shkoj tek prindrit e saj. Tash i vajza ju tregon prindërve të saj për se çam ndodhi rrugës. Edhe familja e vajzës thanë ne nuk do ta çojmë vajzën tek atje. Familje veriore, për këtë sjellje? Për këtë sjellje, sepse ishte një shkelje e rëndë, do me thanë sepse ka pas rregulla shumë të mprehta në respektin e gruas. Vërtet, ajo mund mos ketë marrë pjesë në kuvendet mëdhaja e kështu, po ama ka qenë e respektuar në familje. Dhe nuk e lanë të shkojnë. Vinë familja djalit për ta marrë dhe si përfundim, pas shumë negociatash, po tham tash me fjalë të sotshme, pas shumë bisedimeve, do me thanë, u arrit, tha familja e vajzës, do të mbini kaq grosh flori, për të marrë vajzën, se tash ma vajza ishte bashkë me djalin, nuk ishte vetëm, ishte ndryshe. Dhe si përfundim, u detyru në familje, sepse s'mund të linin djalin, po as njusën s'mund të linin, se do dilinin me shumë turp në faqet e njerëzve, dhe u detyrun, i gjeten, ndoshta me shumë borxhe, i siguruan dhe i sollën, morën nusën edhe djalin. Sepse tha, në fund tha jati, unë ta dhash ty me çdo gjë dhe ti nuk ma respektove sa duhet. Ta shtim sot që ta respektosh, kur pagun respekton. Ky objekt ka ekzistuar dhe në shtëpinë time, unë e mbaj mend gjyshja ime e përdorte për të mbajtur lëmshin e saj, me pe. Po. Ndërsa, në zona tona, ky objekt ka qenë multifunksional. Për çfarë përdore? Atëherë, po jo shpjegoj. Është përdorur nga gratë, është vendosur në këtë pozicionin këtu, tek brezi që vendosin gratë, se gruaja Pukjane ka bërë më shumë se 2 punë njëkohësisht. Dhe këtë e ka pas në ndihmë të punës së rrugës, duke ecë dhe duke bërë një punë tjetër. Duke qenë zonat malore dhe gruaja kishte më shku edhe për dru, kishte më marrë edhe gjeth në shpinë, edhe punë të tjera të rënda, gjatë rrugës do bënte punëdore. Dhe këtu do vendoste lamshin e leshit, që të mos i rrotullise dhe do bënte punëdore gjatë rrugës. Dhe vendoste këtu. Do me thanë, ishte një lehtësim shumë i madh për gruan që të mos i ikte lamshi dhe t'i ngatrohej në për shkurrën e për dru. Përdorimi një. Përdorimi tjetër. Ka pas një përdorim nga vajzat. Vajzat, do me thanë, kur ishte e fejuar, përdorte këtë objekt dhe vendoste këtu në dukje. Në dukje. Dhe asnjë nuk e ngacmonte vajzën. Nuk e ngacmonte vajzën, pastaj do ta vendosim ty. E vendoste këtu dhe atëhere ajo asnjë nuk mund ta ngacmonte atë, se thonte vajza është e xanon. Po kush ngacmonte atëherë në rrugë? Po. Ose kudo? Ngacmonin? Edhe burimi ujit. Po patjetër, të kroj. Të kroj. Do me thanë që shkonin edhe nusët edhe vajzat. Dhe kjo ishte një nga objekte që do të thote që vajza është e xanon. Por kishte edhe një tjetër. Do me thanë, vajza mund ta kishte këtë,
E treta, mund ta kishte këtë, por edhe dikush mund ta ngacmonte. Po, edhe ajo me një herë e nxirrte këtë dhe e përdorte si mjet mbrojtës. O zysha po qa thua zysha se, ua, shi gocat më përpara me armë, të ftota. Një lloj mburoje. Po ku i bënte do gjë goca, 1-2 metroshi Pukjano zysha me këtë? Po dhe vajza ishte 2 metroshe. A shua? Po, edhe vajzat ishin 2 metroshe, ishin vajza të shkata, ishin vajza të zonja, të zgjuara. Ti Pukjane? Unë jam Pukjane. 1,65. Po, ka dhe shumë më gjata se sa unë.